Përshëndetje nga kuzhina Nerit, sot kam vendosur përgatit një laknor me spanaq edhe me bishta qebe të reja. Krejt që kam nevitin prej përberzve për brumin janë 900 g miell, 450 ml ujë të ngrohtë, një lugë të gjellës, jo plot pro me krip, edhe pak vaj. Në unën tjetër i kom ngri 600 g spanaq, i kom pastru normal mirë, 3 tuba veç bishtat e qebeve, pra 3 tuba, një copë kështu që është djathtë e shprishim, një lugë të mesme ju edhe krejt plot me krip sepse ka edhe djathtë, edhe pak halta. Bismillah, fillojnë me përgatitjen e brumit spori. Tek uji i ngrohtë hedhim pra kripen, pak vaj të bëllia, edhe tretat edhe miksere, ku edhe përzina pra brumin me ser ose me duar në ko lidhe. Tek në shprish djatën, shtojna kripen, tash pak halta, ose shman ose krem trash, edhe pak rrafë qefen e përzina rrafë po qefen. Brumin kemi përzime me këser, tash e qesim tek të rosa kuzhinës, për kemi qitë edhe mirë, një brum i hollë që ngjitet, e ngjeshim mirë dhe ndojna kulesht. E ngjeshim pra brumin mirë me duar edhe i ndojna kulesht. Në dojna formën në bëllake edhe i tullojna me tulluse. I kemi tullu edhe kulesht, tash të morim një e lyna me vaj, edhe kulesht të rënditim një minja duke lyse të selim pra me vaj. Tash të i kom lyte gjithë kulesht, e mbulojna edhe inin me fulin e lan, e lëvna për 20 minuta të shuajnë. Edhe petën e fundit pra e renditim në tepsi. Fura veç është nxehur. E lyna përmi me pak vaj, me që ta vajnë që na ka mbetur pra tek ena ku i kom ly kulesht. Shpeshefne edhe e fusim me njëherë laknorin me u pjek pra në furën e nxehur. E kemi pjek edhe laknorin për 35 minuta, duket kështu, edhe pse është i nxehtë, veç sa kom hek prej furrës. Ju nëse doni me lanë me përshu, veç e stërpikni pak me ujë edhe mbulani me një salvet, ne që hojna të nxehtë, veç bismillah, frak e prejna edhe na bëf mirë. Një laknor perfekt i rreshtë që të bëjnë dhamë kërc. Edhe laknori duket kështu, e kem qitë në pjot, neve na beft mirë e juve po ashtu nëse provoni. Faleminderit për përkrahen që ma beni, komentet të bukra e deri në recetën e radhës nga kuzhina Nerit, ju them miru pofshi.